arabe, vazhdon të qëndroj ende me këtë veshje, ku si shihet as tyra? Jo, ka fillu me ndryshu, Eva, që në momentet e para, nuk e di nëse kemi videon e parë se si hidhët në krah, në përqafim daje saj, por ja, kjo është video e rrugës duke shku, pa shikon është një pjesë, llogarit në këtë rrugë ka qëndosh me ndjek, nuk e di nëse është kjo vetur me Evën, po, besoj, një zonë në cilën neve mund të themi kemi qenë, që ka qenë një momentum, një citat, për një moment, njerëzit nga gurët, nga dronjët, dilnin për para dhe të kontrollonin, madje të plaçkitnin, madje gjithçka, sepse është një situatë akoma jashtë kontrollit dhe jashtë mundësive për ta pas njeriu në kontroll. Pa ajo që përmendet tek pjesa e gjuhës. Eva ka qëndru me familje shqiptare në kamp, ja këto motora këtu, ja se si rrin. Këtu për shembull gjatë gjithë kohës survejojmë për 10 sekonda i ke njerëzit që të ndjekin. Këtu është momenti i takimit të Evës. Domthonë këtu e kemi, është mbrapa kjo pjesa ku nuk shihet, sepse duhet që të mbahemi në vazhdimsi ka marrë fotografi ku janë njerëzit, lëvizjet e njerëzve që dimin nëse janë, e sheh këtu nuk ka asnjë person. E kemi gjetë një moment ku kanë qenë në namaz, kanë qenë në kohën e faljes dhe besoj ka qenë në detaje planifikume gjithçka. Kjo është një moment ku ato kanë qenë namaz dhe ne kemi ditë që në këtë moment ata janë mbrendi, për ndryshe do t'i kesh 3 burra në motora në pritje se çfarë lëviz në këto situata, kanë qenë në namaz dhe këtu ka qenë momenti kur Eva kalon në veturën e parë, lëviz për 3-4 kilometra, ndron veturën e parë, pas dikun mund të themi 2 minutash e kanë ndalu veturën e parë, sepse kanë kontrollu, kemi kujdes që t'jetë një vend që mos ketë kamera, ka qenë duhet ishte sa më afër vendit ku ishte pozicionu me Eva, sepse ka qenë një rast shumë interesant se si të justifikoj para tjerë lëvizjen e saj. Dalën e saj nga aty deri tek ndoshta 50 metra nëse 100 metra larg. E ka pasur një shoqe të ngushtë e cila e ka mbulu. E ka mbulu dhe për ato mund të themi 8 orë rrugë që ka zgjat deri tek takimi me neve, ajo e ka justifiku në mënyra të ndryshme para të tjerëve se ku është Eva në ato rrethona. Sepse në momente të shpejta kanë raportu që mungon X personin këtë rast Eva dhe është nxjerrë gjithë ekipa, gjithë njerëzit për ta kërkuar se ku është, duke i ditë që ndodhin këto gjëra, duke qenë pak a shumë të paralajmëruar se do të ndodh. Ne kishim tentuar përmes autoriteteve siriane për ta bënë gjë të tillë dhe tentimi jon ishte gabim se ja alarmuam ata dhe vështërsum situatën më shumë. Ka pas reagim më pas marrjes së Evës? Ka pas tentativë, në momentin është mbajtur fshehtësi thellë derisa ka kalu kufirin me Turqinë, në momentin që është ka kalu se ne kemi veturat me cilat kemi lëviz, ne kemi bë bllofët. Ata kanë ndjek vetura në vazhdimsi dhe kështu kanë humbur dhe kohën. Nëse vetura e cilën është nisë në drejtim kufirit, ne kemi dërguar vetura në drejtim të Idlibit ose në drejtim të Alepos ose dhe ata janë çakurdu. Ka qenë një momentum për mi defokusu personat të cilët u kujdeshin që mos largohen gratë, e sidomos ky sepse pse ishte shumë e rëndësishme. Kjo është një qelës. Një qelës i gjithë rrëdhësimit të grave dhe fëmijëve të tjerë. A do të ketë edhe të tjerë? Po, në fakt... Janë lajmëruar familjarë të tjerë? Pa dyshim, na kanë bombardu me kontakte, sidomos... Të thotë atë shumë ka, apo jo? Ka shumë. Unë besoj që shqiptarë mund t'jetë në rreth 100 deri më tani. 100? Po, rreth 100 mund t'jetë. Nga Kosova, Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Mund të them që ka shqiptarë që jetojnë në këtë rrethin, që jetojnë që janë familjarë të Al-Nusras ose xhamatet Alban, ushtrit cilat kanë luftuar për krah ushtrisë siriane, e cilat tani udhëheq me Sirinë, që jetojnë aty, e që në fakt është një familje, një nën me 3 djem, që në fakt ka një kohë gjatë që tenton me u riadhësu, por është shumë vështirë. Është shumë vështirë për shkak se ish bashkëshorti i saj, ajo është ndarë, ish bashkëshorti i saj e ka në, mund të themin, të alarmum lëvizjen e saj dhe është e pamundur që e njëjta me fëmijë dal nga shtëpia në mënyrë që ta bëjmë të njëjtën skenar për ta sjellë. Është një moment, shpresoj që institucionet tona tani është një mundësi më e mirë se në të kaluarën, Siria e ka njohur Kosovën, dhe mundësia me bashkëpunu me autoritetet e Sirisë
për të riadësu këto gra dhe fëmijë që janë atje e që në fakt... Do tjetë ma e lehtë si rrugë? Po, pa dyshëm për shkak se në të kaluamën ka qenë shumë vështirë me punu me Kurdistanët, nga se Kurdistanët ishin një zonë e kontestuar nga Turqia zyrtare dhe shumë e vështirë që të bashkëpunosh me arminkun e Turqisë ku ti do të përdorsh shtetin turk për tjera dhe më pas. Tani ajo pjesë është ka marrëveshje politike me Sirisë dhe kurdëve në atë pjesë. Fëmijët dhe gratë, sidomos ato shqiptare, nuk janë më në zonën e përgjithësisë kurdëve, janë të gjitha në zonën e përgjithësisë ushtrisë siriane në zonën e Idlibit, kështu që një komunikim eventual me autoritetet tona të sigurisë, drejtësisë dhe ministrisë jashtme me autoritetet e Sirisë mund të bëhet riadhësimi i grave dhe fëmijëve nga atje. Elezit, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne, me përshkruaj këtë udhëtim, këtë arritje dhe ju përgëzoj shumë, shpresoj që nuk do t'jetë e fundit dhe urojmë që të riadhëson dhe të kthehen në vendlindje edhe të tjera. Leja, ju t'ju falenderoj fillimisht medias, e të cilët na kanë inkuraju vazhdimisht që me bo veprimet të tilla, ju e dini që kena nda biseda në bashkë për veprimet të tilla, pastaj gjithë qytetarët, gjithë ata personat të cilët e kanë kuptu, e kanë mirë kuptu dhe e kanë vlerësu pozitivisht iniciativën tonë për të sjellur një fëmijë pa fajshëm, pa fajnë e saj, nën dhunë, nën presion, është largu nga vendi, nga nëna e saj, dhe tani pas dikon rreth 13 vjetëve rikthehet në shtëpinë e saj. Thjesht është një motiv që na keni dhënë të gjithë dhe unë jam mirënjohës sepse unë vetëm jam njeri me fat që ka marrë pjesë në këtë operacion, ndërsa meritat ju takojnë të gjithëve. Padyshim. Faleminderit shumë dhe njerë që ndave gjithë këtë eksperiencë bashkë me ne. Ndërkaqëmisht të dashur, pas kësaj bisede, ju pret edicioni më i ri i lajmeve me Enisin. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takojmë në këtë edicion të ri informativ. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim lamtomirës komandantin në largim të komandës rajonale lindje të Kforit në kolonelin Jonathan Lloyd dhe nga garda kombëtare e Luizianës, si dhe pasuesin e tij kolonelin Sam Sargant. Në njoftimin e sotëm të presidencës thuhet se në takimin e djeshëm Osmani i falenderoi kolonelin Lloyd për shërbimin dhe për kushtimin e tij gjatë mandatit në Kosovë, duke vlerësuar larg kontributin në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në vend dhe rajon. Në shenjë mirënjohje, ajo i ndau atij një mirënjohje për angazhimin e çmuar. Mëtej, presidenti Osmani uroi mirëseardhje kolonelit Sargant, duke siguruar për mbështetjen e plotë të institucioneve të Kosovës në përmbushjen e mandatit të tij dhe të misionit të Kforit të udhëhequr nga NATO. Gjatë ditës sot me disa nga komisionet parlamentare të Kuvendit të Kosovës do të mbajnë mbledhje me fokus për caktimin dhe miratimin e fushave të veprimtarisë së tyre për këtë mandat aktual. Për këtë çështje në orën 10 mbledhet komisioni për